Dhe për të gjitha këto, fajet i pas kanë qytetarët. Njëri primitiv që s'man përgjësi, nuk është primitiv, është hajdut i të mërshëm. Dhe ka fri nga vjedhjet që ka bërë, të gjitha fatkesi që kanë në themel vjedhjet e tyre. Unë i përgëzoj deputetët për punën që bënë, në solidaritetin e tyre, ndaj qytetarëve të përmbytur, u bën zëri i tyre, do jenë zëri i tyre, do jemi zëri i tyre, i çdo shqiptari në nevojë dhe në fatkeqësi. Cinizmi i Ramaduros nuk ka kufi. Pas 10 ditë që mblodhi të ashtu quajturin komitet të emergjencave civile dhe nuk shpalli gjendjen e emergjencës. Në mënyrë që të mos ketë detyrim ligjor për të kompensuar qëndark për qëndark damet e krijuara absolutisht nga indiferenca, vjedhja, korrupsioni i institucioneve të narkoqeverisë. Ne do jemi angazhuar në një lloj inventari me ato që mundemi, i garantojmë qytetarët e këtyre zonave se zërin ton do ta përdorim fuqishëm dhe se në çdo kohë kjo parti në pushtet do t'i dëm shpërblej ata për çdo qytetar që kanë humbur në këto përmbytje. Sepse atyre nuk ka, ajo është një emergjencë, u takojnë plotësisht që shteti të përgjigjet kurse ky don t'i fajsoj se kanë hedhur letra dhe plastika në kanale. Pra, çështja është se shqiptarët presin zgjidhjen nga Partia Demokratike dhe opozita, sepse kjo qeveri ka shkputur, jo vetëm ka shkputur, por ka shprehur papërgjegjësi të plot në qëndrimin ndaj qytetarëve. Të nderuar zotëri, zonja dhe zotëri, ky vit fillon si asnjë tjetër në historinë 35 vjeçare të pluralizmit politik. Si asnjë vit tjetër. Ky vit fillon me një grush shtetin në zhvillim nga kreu i qeverisë apo narkodiktatori. Si asnjëherë të historinë e këtij vendi dhe të parlamentit, kryehajduti i kombit ka bllokuar procedurën kushtetuese, detyrimin kushtetues dhe procedurën kushtetuese për të hequr imunitetin deputetëve, ministrave që akuzohen nga organet e drejtësisë për vjedhje, për korrupsion, për shpërdorim. Ky është një akt antikushtetues me pasoja shumë dramatike për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ky është ekzekutimi para shqiptarëve i një pushteti që quhet pushteti i drejtësisë. De facto, marrja totalisht në duart të tij nga Edi Rama. Parashikimet tona kanë qenë të drejta.
nuk heq dot ai, sepse në dosjen e Lubi Ballukut, në 3 rjeshta 2 janë për Edi Ramën. Pra, Lubia nuk pranon në kategorike dhe i thot je ti dhe unë jam mbrapa. Se e vërteta kështu është. Të themi atë që është. Nuk ka më hajdutës ajo, por ky është më hajdut. Ky është më hajdut. Dhe tani që dosja në 3 rjeshta 2 i ka për Ramën, ai nuk pranon kurse si. Nuk pranon në asnjë mënyrë ta dërgoj atë në bangon e akuzës. Ka me borxh të mbyll parlamentin, ka me borxh të shkelmoj kushtetutën, ka me borxh të krijoj çdo lloj konflikti, por pushtetin nuk e dorëzon. Nuk e dorëzon. A e din? A e ka nisur betejën me kushtetutën? Betejën më tegër, më të rrezikshme kundër shqiptarëve. A e din se Mirlinda dhe Linda janë personazhe kryesore takshit? A e din se aty ku thuhet Ermal Beqiri është Armand Frangu? Dhe i ka të vërtetuara të gjitha Geron Meçe. A e din se në ato zyrat e Ergys Agasit është i filmuar edhe në shtëpinë e tij si një nga personazhet më të turpshme të një vendi? A e din se me Akshin, me Ermal Beqirin, ai kaloi në Surrel qindra e qindra milion euro. Pra, është qark, është rreth të kuq, se ai po të mos ishte vetë personalisht, as për Lindën, as Stërlindën, as Lubin, as Stërlubin, nuk i bën të normal. Do ishte i gatshëm edhe për skena macbethiane që të shpëtonte vetën e tij, por nuk shpëton dot. Nuk shpëton dot se janë videot, nuk shpëton dot se janë dokumentat, nuk shpëton dot se janë dëshmit. Dëshmit e të penduarve të drejtësisë dhe dëshmit të tjera. Po, në të dy dosjet, i din atoj, ndaj dhe i them këto që shqiptarët t'i kenë të qarta. T'i kenë të qarta se çfarë rreziku përbën ky i papërgjegjshëm kreu një organizacë kriminale për Shqipërinë dhe vendin. Është kap në qark, nuk kam. Ai po mbron veten e tij. Se edhe vajtë nxehtë do t'u hidhte në vesh mesnat, po ta ditë se shpëtonte, por nuk shpëton dot. Jo, e ka shumë të qartë. Do thot kush po aludon, nuk jam unë që kam aluduar për krimet ti. Është ai
që është akuzuar dhe për krime. Po, absolutisht. Ndaj dhe i them këto që qytetarët realizojnë se çfarë rreziku paraqet ky njeri në pushtet. Çdo ditë e tij në pushtet është një rrezik madhor për çdo shqiptar. A i keni pas socialistët ju? Çfarë socialistë? Rilindësit ju? Të gjithë kanë marrë pamjen e fytyrës Belindës, Lubis. U ka ikë fytyra. Po, absolutisht. Ju ka ikë fytyra. Janë vetë me Katar, por jo në shkallë e këtyre. Jo në këtë shkallë. Nuk ka ndodhë kun. A i po përpiqet me gjitha mënyrat. Të lobojt bëj, por në mënyrë absolute, gjë në botë nuk do ta shpëtoj nga qytetarët shqiptar. Ndaj dhe ne jemi këtu për të dhënë një zotim solemn se do të ngrem në këmbë çdo shqiptar gjerë në largimin e tij. Çdo ditë që kalon është një ditë që s'ka legjitimitet për te. Nuk ka legjitimitet kurrë një njeri që shndron zgjedhjet në farsë. Nuk ka legjitimitet kurrë një qeveritar që vjedh qytetar. Nuk ka legjitimitet kurrë një qeveritar, thash që vjedh qytetar, një qeveritar që shkel ligjin dhe mbrohet me imunitet, nxjerr imunitetin si mburoj. Duhet me çdo kusht të bëhet përgjegjës para ligjit. Të bëhet përgjegjës para ligjit, të shkoj ku të doj. Në qiellën tokë, vrim miu nuk do të gjej. Në rast se vazhdon të bllokoj kushtetutën dhe ligjin. Kjo duhet të jetë e qartë për çdo shqiptar. Ky është kushtrim, është një apel për guximin dhe dinjitetin e çdo qytetari shqiptar. Asnjë kryeministër në memorien e kohës nuk ka guxuar pas rënjes perë sekur të veprojë në këtë mënyrë. Jo, asnjë. Viktor Ponta